Këshilli studentor i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin Femi Agani sot ka organizuar një panel diskutimi me temën Migrimi i stafit shëndetësor, arsyet, pasojat dhe zgjedhjet e mundshme. Pjesë e panelit ishte edhe dekani i Fakultetit të Mjekësisë, Dr. Haxhi Kamberi, i cili vuri theksin të mundësi që Kosova duhet t'ju ofrojë të rinjve për t'u punësuar në fushën e shëndetësisë. Duke njohur gjendjen në të cilën jemi, ne duhet punojmë shumë më shumë, në mënyrë që mu zhvillue, në mënyrë që me bë Kosovën një vend këndshëm me punue, me jetu edhe me u zhvillu. Nëse ne edhe ju konkretisht nuk punojmë në këtë drejtim dhe nuk arrijmë i bë, atër kush ka mi bë tjetër. Andaj është detyrë jonja, jo vetëm profesionale, po edhe kombëtare dhe shtetënore që me punu shumë më shumë këtë drejtim, që mi përmirësu kushtet që njerëzit me jetu dhe me punu këtu dhe me pa Kosovën si vend ku punojnë, ku zhvillohen edhe ku jetojnë. Antigona Ukhaxhi, profesoresh, tha se tregu i punës në shtetin gjerman nuk është ai që studentët e mjekësisë e meritojnë. Se niveli juve përkon më lart. Administrim, udhëheqje, leadership, diagnostikim. Të gjitha këto, evidentim tregut, kartelat pacientave, e jo me mbaj lopata e me shëtit me karoca në për klinika gjermant. Prandaj, kjo të ndërt fshehur nuk pja u tregoj. Nuk keni me dëshmu shumë vite punën për kushtimin arritjen, keni me bë shumë mundi, dhe sa i bidni ata me mbaj kurse intenzive të vazhdueshme të edukimit atje, mi ju tregu që unë më mi shërby qytetarit tënd. Në këto nivele nëse shkoni, do të shkoni ndihmës i teknikëve. Profesionistët mjekësor shumë shpesh viteve të fundit janë larguar nga Kosova, duke u shpërngulur në vende të ndryshme të Evropës, si një mundësi më e mirë për ta, u tha mesjerash në këtë diskutim. Janë shkalu mjekët dhe shërbimet shëndetësore në Kosovë,